Përshëndetje të gjithëve. A ju kujtohet që te video e Lazarit tash këtë? Okej, pas e nisa të butonin e madh, e kisha lënë fuqinë shumë të nalt pa dashje edhe prisha fshesin me korrent. Vetëm kur erdha e gjeta me tym gati tu mër flak. Mi futi një dy shpulla mami edhe tash jam ku jam këtu. E po, fshesa ishte shkrije gjitha, ishte shkatru, edhe mami më tha me blej tjetër. Po unë menova herë, ç'a mundem me bëu diçka më të mirë. Edhe më kujtu që jena në 2006 edhe tash i ka robota që ta fshin vet venin. Ke nevojë me shku me fshiti. Edhe pash që kompania më e madhe e robotave të pastrimit, Dreamy, kishin kontaktuar që me më sjell një nga robotat më të mirë edhe më të ri të tyre, i cili jo vetëm që pastron, po edhe e la venin. Tash më vetë imagjino ku ka shku shkenca. Edhe i thash pse jo, është një dhuratë goxha e mirë për mamin që ja lotso punën, edhe më në fund mundet me më fal që ja prisha fshesin me korrent. Kështu që presim disa të vi roboti, edhe shkojmë unboxing. Kështu që shkojmë edhe hapim paketën. Hap kuti, del kuti tjetër. Shkojmë hapim edhe këtë tjetrën. Okej, gjëja e parë, pas kemi një manual këtu. Sa e ronë shok. Edhe më rëndësishmja. Opa. Okej. Ja dhe roboti. Okej, siç mund ta shihni, ne kena vendosur në një vend që respekton distancën që kërkon makineria. Anash nuk ka asnjë objekt që e pengon dhe as përpara. Tani radhën e ka të vendosim këtë, e cila është pjesa ku zbret roboti edhe hyp. Siç mund ta shihni. Tani këtu te roboti duhet të heqim mbrojtësat, që është kjo e para, e cila bllokon kamerën. Për dytën duhet hapim kapakun lart, edhe të heqim këtë. E mbyllim kapakun prap. Tani shkojmë edhe ndezim. Është duke ndruar ngjyrë një lila, një blu. Welcome to use Dream Robot. Please open robot's cover and scan QR code to download Dream Home app to view more operations. Okej, na thotë që nuk dash ka myll një herë. Do të thënë na duhet të skanojmë këtë kodin me telefon, që të lidhet roboti me aplikacionin edhe të mundemi me kontrollu nga telefoni. Siç mund ta shihni telefonin këtu, e skanojmë kodin. Ktu na ka nxjerr për me sharku aplikacionin për iPhone. Shkojmë edhe e sharkojmë. Okej, këtu jeni te aplikacioni edhe na thot me skanu që të lidhet me makinerinë tash. Shkojmë edhe skanojmë. Sapo u lidh, shkojmë me next edhe finish. Tash aplikacioni po bën pyetje rreth shtëpisë edhe njëra prej tyre është që a ke kafshë në shtëpi. Ju që s'keni s'keni nevojë për me aktivizu, ndërsa unë kam maca. Çfarë feature i pas ka me qofse gjena një moment ku macja është të bëj diçka interesante, me bë foto ose me bë tip gifi për shaka, me kap cute moments. Okej, pse jo, gallat çeka. Pas ka dhe voice assistant, që si thu okej Dreamy, ai zgjohet edhe hyn në funksion. Mund ndroni gjuhën këtu. Shqip normal që s'ka se nëse vjen gati s'është gjuha shqipe. Pas gjermanisht, frëngjisht, italisht, rusisht edhe koreansht, duket se është kjo, kineze. Unë po bëj frëngjisht për arsye se e kena më të lehtë në shtëpi. Changement de langue réussi. Sa po në gjuhët që foli frëngjisht roboti direkt, po që mund shkarkoni edhe gjuhë tjera që të dihet dy për shembull. Pas ka edhe ca gjuhë tjera shtes, po shqipja prap nuk është. Sa po na doli që ka një update, kështu që shkojmë edhe ja bëjmë. Update now. Me sa duket duhet jetë në karikim gjatë kohës që të bë update ose ndryshe nuk bëhet. Besoj do të shtypim butonin e shtëpisë që ky të shkojë aty në karikim. Opa, futin djetër, o shok, pa mor kthesën perfekt, zboka. Tani që nisi karikimin, shkojmë me try again. Ju kërkoj falje për punën e gjuhës, e di që shumica për jush nuk dini frëngjisht edhe do ju duket pak çuditshëm të ngjuar robotin të fol frëngjisht e mos merrni vesh gjë. Po me pak fjalë thjesht tha që mos e vë robotin punë për sa kohë është u bë update u kariku. Këtu poshtë kemi qesën e pluhurit edhe mbeturinave, e cila duhet të instalohet aty, ndërsa këtu futen ilaçet e pastrimit. Teknikisht A-ja është për ilaçin e pastrimit, B-ja është për erën e kafshëve, një ilaç për erë kafshësh, nuk e di se çfarë i bie fiks tjetë. Ja ilaçi, ja edhe kjo për aromën e kafshëve. Të dyja vinë merrna në paketë, do të majt ilaçin. Shkojmë edhe me këtë dytën. Do të përmend që të dyja kanë një aromë shumë të mirë. Edhe vendosim vend. E mbyllim me kapakun. Tani na ka ngel gjëja fundit. Tu kemi kazanin e ujit piset edhe ujit pastër. Na duhet ta marrim këtë edhe ta mushim me ujë. Okej, siç mund ta shihni, e kam mush në gjysmë, nuk e kam mush plot, se sa për test na duhet për momentin. Shkojmë edhe vendosim vend, edhe mbyllim.
Po ashtu roboti bën detekt çdo gjë që ka përpara, edhe arrin të shmang. Që kjo kid, i të që dit? Një gjë tjetër që macja bën, sa herë kryen nevojat e veta, del zhavorin e bën pis, domethënë e merr me putra, me kam, edhe e bë veni pak zhultë. Jo. Kështu që ta shohim a dhe pastroje zhavorin apo jo. Oke, për pastrume e pam që e bëm, tash e ka radhën e lamja. Sa mirë e la venin, se specialiteti i kësaj është me la venin, se edhe në emër e ka aqua, ujë. Kështu që do bëjmë një eksperiment me kafe. Mban një nuk derdhet kafja, po ne këtu po e bëjmë, kështu që zejmë se u dia derdh kafja. Siç më ta shihni këtu, për shembull, është një hartë e banjës time. Edhe për shembull, nëse ti nuk do me la të gjithë banjën, po thjesht pjesën e bëmë me kafe, mjafton shtypësh tu clean edhe vazhdoni. Vetëm shifeni diferencën para edhe pasi të kalonte herën e dytë. Vetëm shifeni pjesa e lahame me të pa lahame si duken. Okej, sa herë mbaro puna i kthehet direkt tek veni i karikimit. E ka la venin edhe është të shkëlqy o shok. Si që pahet për të fshin, si fara, siron për kafshët, çdo gjë e fshin, domethënë. Për të la, kur lau edhe kafen, imagjino tjera, gjërat më të thjeshta. Ama ky si produkt më shumë të konvenon kur i ke shtëpinë e madhe, sa aty është goxha ndim, thjesht i leti dyrt hap edhe shkon çdo dhomë, skanon çdo dhomë edhe din se për shembull këtë orë duhet më ik me pastru venin, me la venin. E falenderoj Dreamy për sponsorizimin e kësaj videoje. Nëse jeni të interesuar, linkun e keni në description. Edhe bashkë në videon e radhës. Bye bye.